Luizi dhe Kiara janë padyshim një ndër çiftet më të dashur për publikun shqiptar dhe çdo moment që ata ndajnë me ndjekësit e tyre kthehet në një emocion më vete. Këtë herë ka qenë radha e vogëlushes Luna Mari që të bëjë zemrat e të gjithëve për vete me një video teje të ndjerë dhe prekëse. Moderatorja Kiara Tito ka publikuar një moment të veçantë ku shfaqet vajza e saj duke luajtur me një kornizë në të cilën është vendosur një foto e Kiarës. Luna Mari, e veshur me pishamet e saj të buta dhe me flokët kaçurela që e bëjnë edhe më të adhurueshme, shihet teksa përqendron vëmendjen te fotografia e nënës së saj, e vështron me kërshëri, e ledhaton dhe luan me të me shumë dashuri dhe afeksion. Ky moment është përjetuar nga shumë ndjekës si një nga pamjet më të bukura dhe më emocionale që një nën mund të ndajë, ku lidhja e fortë dhe instinktive midis nënës dhe vajzës duket qartë edhe pa pasur fjalë. Videoja është shoqëruar me këngën Pra kjo është dashuri, duke e bërë edhe më të ndjerë atmosferën e këtij momenti që rrëfen për një dashuri të pastër dhe të pakushtëzuar. Komentet dhe reagimet nuk kanë munguar, me dhjetëra ndjekës që kanë shpërndar fjalë të ëmbla dhe komplimente për këtë skenë kaq të pastër e të dashur, duke theksuar se Luna jo vetëm që ngjan me nënën e saj, por edhe e adhuron atë me gjithë shpirt. Një moment që ka ngrohur zemrat e të gjithëve dhe që konfirmon edhe një herë sa e bukur dhe e fortë është dashuria midis një nëne dhe fëmijës së saj.